Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma amin. Me emrin e Zotit, të gjithë mëshirshëm, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falënderimet qofshin për Allahun, për çdo mirësi të cilën na e ka dhënë. Paqja, mirësia dhe begatit të madhët Allah qofshin për vullën e profetëve Muhammedin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij, të mbarë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot do ndalemi tek një personazh tepër i veçantë, dhe çdo personazh i këtij cikli jeni të bindur që është i veçantë në vetvete. Pikërisht me sahabien e nderuar Ruman binti Amir, bashkëshortja e Siddiqut Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, nëna e njeriu që Allahu subhanahu wa taala e shfaqsoi me zbritjen e një pjesë të Kur'anit, zojës së nderuar Aishës radhiyallahu anha. Rumani ishte martuar me një person në xahiliet, pra në periudhën e parë e Islamit, që quhej Amir ibn Abdillah. Jetonin në zona të largëta nga Mekka, në lartësi që quhen ndryshe në territorin e Arabisë Saudite të sotme, vargmalet e Sarawatit. Aty jetonte kjo zonjë e nderuar. Martesë për cilës do të kishte edhe një djalë, emri i të cilit do të ishte Tufejl. Bashkëshorti i saj, pasi e kishte menduar gjatë, vendosi që bashkë me familjen e tij, pra me Rumanin, ku për emrin e së cilës, sepse Ruman duhet kemi parasysh që është llaqab, emri mund të ketë qenë Zeynep ose mund të ketë qenë dhe Dad. Pra në versionet historike, ajo është njohur vetëm me Ruman. Emri mund të ketë qenë Zeynep ose Dad, e rëndësishme që emigroi ose vendosi që jetesa e familjes së tij të ishte pikërisht në Mekë. Në Mekë, shoku i tij më i afërt ose njeriu më i njohur për të do të ishte zotëria i nderuar Ebu Bekr Siddiqu radhiyallahu anhu. Mirpo, nuk do të kalonte shumë kohë dhe bashkëshorti i saj do të ndronte jetë, duke e lënë Ruman në mes të Mekës pa mbështetës, sepse nuk kishin fare fis aty. Dhe në shoqërinë e një jetimi, pra me një përgjegjësi të dytë që ishte dhe përgjegjësia e rritjes dhe edukimit të një djali ose të një foshnje. Ebu Bekr radhiyallahu anhu i propozon të martohet me të, martesë për cilës do të kishin 2 fëmijë. Zotërinë e nderuar Abdurrahmanin dhe Aishën. Aisha ka qenë më e madhja, pra Aisha radhiyallahu anha dhe Abdurrahmani do të jenë 2 fëmijë të cilët do të jenë prej kësaj martese. Thot Aisha radhiyallahu anha në lidhje me Islamin ose pranimin e Islamit të nënës së saj. Thot nuk i mbaj mend nënën dhe babain tim vetëm se si musliman. Kjo tregon se Ruman është ndër të hershme të cilët e ka pranuar Islamin. Dhe këtu ka një detaj tepër të bukur. Nëse tregon për diçka, tregon për mirë kuptimin që gëzonin ato në familjen e tyre. Kemi të bëjmë me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, i cili jo rrallë herë, por shpesh herë ka qenë ndër nismëtarët e punëve të mira. Pra ndër ftuesit e parë, ndër ata të cilët i ftonte të tjerët dhe ndër ata të cilët këtë hajër nuk e kursente për familjen e tij. Si për të zbatuar dhe si për na vënë dukje një fjalë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku thot khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Më i miri ndër ju është ai i cili është dhe më i mirë për familjen e tij dhe unë jam më i miri ndër ju për familjen time. Pra sjellja e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu ishte e tillë që nuk e kursente hajrin dhe mirësinë për familjen e tij. Ndaj Ruman do të jetë ndër të parat dhe ndër të parët njerëz që do ta pranonte Islamin. Dhe do të kalonin ditët dhe Ruman vetëm se e motivonte dhe nxiste të shoqin për punë dhe për vepra të mira. Sa është transmetuar se sa herë që Ebu Bekri radhiyallahu anhu blinte ndonjë skllav për t'i dhuruar atij lirinë, pasi ishin të shtypur pranë në Mekë, ajo gëzohej dhe i thonte Zoti të përdor për punë të tjera dhe vepra të tjera të mira. Del në pa kjo zonjë nderuar në disa raste të caktuara, ndaj dhe kemi titulluar pra personazh dhe mesazh. Personazhin e trajtoj unë, ndërsa mesazhin duhet ta nxjerrni ju vetë nga e gjithë historia.
Kemi një fragment në jetën e saj që quhet ndryshe emigrimi e Ebu Bekrit në bashkë me profetin alayhi salatu wassalam. Pra ndër personat të cilët vuanin në Mekë do të ishte edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe grupet e para të cilat emigronin nga Mekka për në Medinë, në to kishte dëshirë të ishte edhe Ebu Bekri, mirë po profeti alayhi salatu wassalam i thonë duro Ebu Bekr, se ndoshta Zoti të vonon për një të mirë më të madhe. Dhe ku kishte të mirë më të madhe se sa kjo, që të ishe shok i profetit alayhi salatu wassalam në emigrimin e tij. Pra në këtë udhëtim kaq të veçantë, ai do të ishte ortaku i dërguarit Zotit, që Zoti do ta përmendë edhe në Kur'anin e tij famlar. Pra për të qenë domethënë shok i dërguarit Zotit në këtë udhëtim të tij. Në këtë çast dhe në këtë fragment vihet në pa dashuria që Ruman kishte për fenë e Allahut, për të dërguarin e tij, por dhe respekti që gëzonte për bashkëshortin e saj dhe mbështetja që kishte në Allahun subhanahu wa taala. Kur Ebu Bekri radhiyallahu anhu u largua nga Mekka bashkë me të dërguarin e Zotit, mori të gjithë pasurinë e tij me vete, në mënyrë që nëse diçka do i nevojitej rrugës prap të ishte mbështetës kryesor apo sponsori kryesor i këtij udhëtimi, sa me rrezik, por aq dhe me shpërblim të madh. Dhe Ruman nuk u tundua, nuk u friksua se Ebu Bekri tashmë na la në mesin e Mekës pa mbështetje dhe do të vijej dikush do të hakmerret ndaj nesh. Por mezi priste që edhe ajo t'i bashkohej dhe t'i bashkangjitej karvanit të dërguarit të Zotit alayhi salatu wassalam, duke marrë dhe titullin muhaxhire ose emigrante nga Mekëja për në Medinë. Kështu që pasi i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam bashkë me shokun e tij u vendosën në Medinë, pasi u bën dhe sistemimet e para, i dërgoi njerëz që do të sillnin në Medinë familjen e tij, aso kohë pra të fejuarën e tij, Aisha radhiyallahu anha, në shoqërinë e nënës së saj, Rumanit dhe besimtarëve të tjerë. Dhe ndodhi gjatë rrugës kemi edhe një fragment të bukur, të cilin na tregon vetë Aisha radhiyallahu anha ku thotë: deveja mbi të cilën isha e hipur u tërbua, ose do më thënë diçka e ngacmoi sa nisi të vraponte në mënyrë të pa kontrolluar. Dhe nëna ime thotë cila bërtiste më të madhe dhe thonte e mjera unë. Vajzën dëshiroj pra ta bëj nuse, pra është e fejuar dhe dëshiroj ta bëj nuse. Thotë dhe dikush thotë më tha, lëshoi frerët e saj, thotë dhe sapo i lëshova frerët e deves, thotë ajo u qetësua. Me të mbërritur në Medinë, Ruman do të vazhdonte rrugën e saj, rrugën e fesë, rrugën e besimit, rrugën e devotshmërisë, por në të njëjtën kohë dhe rrugën e sakrificave, përballjen me këto sakrifica, duke treguar maturinë që duhet ketë një besimtare. Kemi të bëjmë tashmë me një Ruman që do të jetë vjeher, dhe jo vjerë e do si do njeriu, po vjerë e krijesës më të dashur të Zotit të gjithësisë, vjerë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Në jetën e Aishës radhiyallahu anha kemi një fragment apo një tregim që është aq sa i frikshëm, por përplot me mësime, që njihet ndryshe ose siç e njohim ne domethënë si tregimi i shpifjes ndaj Aishës radhiyallahu anha dhe shfaqësimi që Zoti i gjithësisë do t'i bëjë kësaj të fundit nëpërmjet zbritjes së Kuranit famlar për këtë zonjë të nderuar, Kur'an i cili do të lexohet deri në ditën e Kiametit. Ktu del në pa roli që kjo zonjë e nderuar Rumani ka qoftë në jetën e Aishës, por dhe karakteri i saj i fortë dhe besimi i saj i fortë në Zotin e gjithësisë. Kur u hapën fjalët e paudhta dhe fjalët e ligta rreth akuzës për zonjën e nderuar Aishën radhiyallahu anha, bashkëshorte e pejgamberit alayhi salam në dynja, bashkëshorte e tij në ahiret, Rumani gjëja e parë që bëri është që nuk e njoftoi të bie në saj. Dhe kjo nëse tregon për diçka, tregon për maturinë që duhet të ketë çdo nën. Pra jo 1, 2 me e njoftu se është folur për ty kjo, apo flitet për ty kjo dhe qarkullon për ty kjo. Dhe në të njëjtën kohë nuk u irritua, këtu tregoi dhe besimin e saj. Pra ja fshehu të bijes së saj Aishës radhiyallahu anha diçka të tillë, në të njëjtën kohë tregoi dhe besimin nëpërmjet maturisë së saj.
Pra nuk nisi të reagonte, nuk shkoi të përballej me dërguarin e Zotit apo të kërkonte prej tij diçka më larg se sa kaq, por përdori mençurinë e saj dhe urtësinë në cilën e kishte pajisur Zoti i gjithësisë. Dhe vjen çasti që Aisha radhiyallahu anha njoftohet prej sahabijës së nderuar Mistah për çfarë bëhej fjalë, thotë sepse nuk dija se çfarë fjalësh qarkullonin nga ana e munafikëve dhe se çfarë akuzash kishin përhapur, thotë për mua. Kështu që kërkova lejen e profetit alayhi salatu wasalam dhe shkova tek nëna ime, duke i cituar asaj që a është vërtet kjo që më ka thënë Mistah, pra është e vërtet se njerëzit po më akuzojnë dhe po flasin deri dhe për nderin tim. Shiko rolin e një nëne, se si duhet jetë çdo nënë në mbështetje të fëmijës së saj. Jo të nisi dhe t'i thoj që ti je mbretëresha ime. U thafshin gjuhët e gjithëve mbar, por shiko se si e këshilloi. I vurin ndukje se kush është vetë Aisha radhiyallahu anha dhe i thot: "Oj bia ime, çdo grua që ka rolin dhe postin të cilin ti e ke, do të përballet me zilinë të tjerëve. Pra mos i kushtosh shumë vëmendje diçka e të tillë, se të gjitha gratë që janë në pozitën tënde, pra ti je grua pejgamberit alayhi salatu wasalam, do të gëzosh zilinë të gjithëve, jo dashurinë apo respektin e të tjerëve, por do të kesh zilinë e femrave të tjera dhe njerëzve mbar, pra të cilët mund ta lakmojnë apo do të urrejnë ty si shkak e urrëties që disa prej tyre mund të kenë ndaj të dërguarit Zotit alayhi salatu wasalam." Dhe vim sërish në këtë histori në një tjetër fragment. Është çasti kur Aisha radhiyallahu anha thotë: "Dhe erdhi tek ne i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, thot ku kishte më shumë se një muaj që nuk i vinte atij shpallje për çështjen në fjalë. Dhe më thot mua: o Aisha, të gjithë ne jemi gabimtar. Pra nëse e ke bërë një gabim të tillë, pendohu tek Allahu subhanahu wa taala se Zoti fal. Dhe i them, thot, i drejtohem babait tim që përgjigju të dërguarit Zotit pra për këtë që ai po thot, dhe thot nuk e di. I them, thot, nënës time Rumanit, përgjigju të dërguarit të Zotit. Imagjinoni një nën ku vjen dhëndri për te asaj që ai është i dërguar i Zotit, i flet të bijës, pra i flet bashkëshortes tij, i flet në sy të prindërve të saj, dhe kërkohet një reagim prej tyre, çfarë pajtueshmërie të madhe do të kenë këta njerëz me besimin në të madhin Zot, çfarë grade të lartë. Dhe vjen çasti që Rumani thot, nuk di se çfarë t'i themi të dërguarit Zotit. Thot Aisha radhiyallahu anha, dhe aty thot më kapluan të qara, domethënë pa pushim. Dhe rasti i fundit është sërish pra në këtë histori, se çfarë roli ka patur kjo zonjë nderuar për të treguar se kush ishte kjo, thot është fragmenti kur të dërguarit të Zotit alayhi salatu wasalam i shpallet Kur'an për Zotit të gjithësisë për çështjen e Aishës, dhe Ruman e cila i thot të bijës së saj, ngrihu dhe shkoj falenderoje të dërguarin e Zotit. Ndërsa Aisha radhiyallahu anha i thot, vallahi thot nuk e falenderoj askënd, as të dërguarin e Zotit dhe as juve. Atij të cilit i dedikoj falenderimet e mia dhe jam mirënjohës, është Allahu Zoti i gjithësisë. Pra shikoni rolin e nënës e cila kërkon të ndërtoj dhe të ruaj folezën e familjes së të bijës së saj. Jo një rol i tillë, domethënë që ti hedhësh dru zjarrit dhe ta shtosh atë dhe më tepër. Dhe kemi një fragment tjetër sërish në jetën e saj që tregon se çfarë marrëdhënie kishte i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam me vjerrën e tij. Është çasti kur Aisha radhiyallahu anha i ka thënë pra xhelozoi se përse i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam gëzonte një dashuri të madhe për bashkëshorten e tij të kaluar Khadijën radhiyallahu anha, duke respektuar deri dhe shoqjet e saj. Pra sa herë që kishte ndonjë shpërndarje apo kur kishte kurban për të bërë, ai nuk harronte prej dhuratave të tij dhe shoqjet e bashkëshortes së tij të kaluar Khadijës radhiyallahu anha. Dhe i thot Aisha radhiyallahu anha, a nuk ka mbetur thot femër tjetër në dynja përpos Khadijës? Ty ta ka zëvendësuar Allahu subhanahu wa taala atë plak me diçka më të mirë. Pra, kishte për qëllim veten e saj sepse ishte vajzë e re.
ndërsa i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam thot u irritua, unë nxe dhe thot vallahi nuk më ka zëvendësuar Allahu me më të mirë. Ktu ndërhyn thot Ruman dhe i thot i dërguari i Zotit, mos ja vire Aishës radhiyallahu anha se ajo është e re. Pra nuk i merret çdo gjë të cilën ajo e flet për bazë dhe ti je njeriu që më shumë ti din ti mirë kuptosh njerëzit. Pra shiko se si tregon rolin e dërguarit të Zotit, dashurinë që ka për të, por dhe vlerën që ai bart në vetvete. Thot dhe i afrohet i dërguarit të Zotit alayhi salatu wasalam Aishës radhiyallahu anha dhe i thot, si the thot o Aishë, a the thot që as ka mbetur në dynja grua tjetër përpos saj? Thot e vërtet është, nuk ka grua tjetër në dynja pas Hadixhës, ajo mu gjend në krah kur të tjerët më kthyen shpinën dhe u armiqësuan me mua, më besoi kur të tjerët më mohuan, pra mohuan deri dhe origjinën time që u shunte për njëri fisnik apo për njëri i besës. Ruman radhiyallahu anha në familjen e saj. Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe Ruman kishin një lidhje goxha të mirë me njëri tjetrin. Ai sa tregon Rumani dhe thot, namazin, kujdesin ndaj namazit thot, e kam fituar dhe e kam mësuar prej bashkëshortit tim, Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili një ditë prej ditësh teksa po falesha në shtëpinë time, më pa se si anoja, pra isha anash në këtë formë dhe më thot, ndërkohë që ishte në namaz, thot na ka ndaluar profeti alayhi salatu wasalam që të anohemi kur jemi në namaz, të mos veprojmë ashtu sikur se mund të veprojnë kombet e tjera, por të jemi muslimanë ashtu sikur se na urdhëron Zoti i gjithësisë. Thot dhe kanë qenë këto ndërmësimet e parë që ka marrë rreth namazit. Dhe kjo nëse tregon për diçka, tregon për kujdesin që këta njerëz kishin ndaj fesë Allahu subhanahu wa taala deri dhe në familjet e tyre apo deri dhe në të përditshmet e tyre. Mirë po vjen dhe çasti kur Zoti me madhnitë vet merr amanetin e tij, merr shpirtin të cilin na ka dhënë dhe ai është pronari i tij i vërtet, ku në vitin e 6 të Hijretit do të ndrojë jetë kjo zonjë nderuar. Do të ndrojë jetë kjo zonjë nderuar, por do të marr me vete një mal me vepra të mira, do ta gdhendi emrin e saj në kalvarin atyre të cilët edhe një herë se thash karvan desha me thënë. Do ta gdhend emrin e saj në karvanin e atyre të cilët janë nisur rrugës për në xhennet, duke qenë një prej të përgëzuarve me xhennet në këtë dynja. Me vdekjen e saj, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tregoi edhe një herë tjetër dashurinë që kishte për këtë zonjë, për vjerrën e tij, për nënën e gruas së tij, por dhe respektin që gëzonte për të, duke u bërë një ndër 3 femrat që do e zbriste në varr me dorën e tij dhe një ndër 5 njerëzit që do e ulte në varr me dorën e tij duke u lutur për të pikërisht në varr. Dhe pasi e ka falur pra xhenazën e saj dhe pasi e ka mbuluar varrin, ka thënë dëshminë e tij dhe fjalët e profetit alayhi salatu wasalam janë urdhëresa, pra që duhen besuar. Thot nëse dëshironi të shihni një prej xhenetlijeve, atëherë shihni Ruman. Për Ruman ka dhe shumë detaje të tjera të jetës së saj, por ne lutim Zotin xhelel xhelalu që ato të ketë kapluar me mëshirën e tij të gjerë dhe në ditën kur do të jemi prej banorëve të varreve, varret e mbar të vdekurve tanë dhe të vdekurve të muslimanëve të shndrojnë në rrugishtë të xhenetit, në kopshtet e xhenetit, dhe në ditën kur do të jemi prej banorëve të varreve, e lutim Zotin xhelel xhelalu na mundsoj të bëjmë vepra të mira dhe ta mbyllim jetën me vepra të mira. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.